Përshëndetje goca, një përshëndetje, ja kjo ishte darka e mrençme, por do më falni shumë, se unë kam qenë dhe dje dhe sot për vizita, sot kam për vizitave, dje i Beralianës dhe nuk kam pasur kohë të kthej as mesazhe, as një. Ju falenderoj të gjithëve dhe nuk kam pasur as kohë. Kam edhe një video kështu qefi, po që nuk kam edhe çfarë kam gatuar. Tu kam përgatitur mishin e grirë me urdhra dhe pak salcë. Tu kam thyrë 7 kokra vezë. Si që shikoni, një nga një. I kam shtuar kripën. I kam shtuar pak piper të zi. I provoni se këto fetat e bukës që unë bëra mrem që i përgatita kishin dalë në gjithmen. Kur i themi ne nona, këtu i kam shtuar rigoni. Janë shumë të thjeshta, shumë të shpejta, besa dava 20 minuta unë i futa në furrë që kemi ngrënë darkën. Edhe shumë të shishme. Këtu ja bëjmë fetat e bukës me vezë. Si që shikoni një nga një, unë kam përdorur një pako e gjysëm që përgatita për të gjithë. Kur i thonë. Dhe ja, e kështu vazhdoj me radhë, këtu po idhja mishin e grirë, kam edhe mishin e grirë në mes. Këtu i kam shtuar fetat e djathit, që të gjithave një nga një. Gjithsesi unë kujtoj se po i bëja video, po i pas kam bërë foto. Megjithatë, i shtuam fetat e djathit dhe kështu vazhdojmë procedurën që i kemi bërë dhe fetat e tjera lart me vezë. Edhe i mbulojmë të gjitha dhe ja si dolën. E këtu do t'i hedhim djathin e grirë lartë. Që të gjithave, edhe ja djathin e grirë, unë i kam shtuar pak vaj ulliri, shumë pak, sa për... Edhe i kam futur në furrë për 20 minuta. Jo më shumë nga 20 minuta. Edhe ja si dolën. Fëmijët e mi u kënaqën mreme, dolën fantastike, nuk besoja se do dilni kaq të shishme. Ja dhe këtu po e pres, që ta shikoni se si është dhe brenda. Kishin dalë fantastike. Mbetën një 4 nga këto mrem, ata i ngrofën sot në drek dhe e engrën, ishin të mira dhe ditën tjetër. Ju uroj gjithë të mirat, shoqëria ime dhe kalofshi një mazditë të bukur edhe faleminderit për gjithçka. Rrofshi.